Qeveria e re përkatësisht Ministria e Arsimit ka paralajmëruar edhe reforma në arsimin e lartë, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e mbylljes së fakulteteve të disperzuar dhe universiteteve të reja. Ka hapi edhe dilemën për mundësinë e mbylljes së Universitetit Nën Tereza në Shkup, por këshilltari shtetëror në Ministrinë e Arsimit, Safet Neziri, përjashton një mundësi të tillë duke theksuar se nuk është në target funksionimi ose jo i Universitetit Nën Tereza, sepse ky universitet i ri ka një fillim të mirë dhe funksionon ashtu siç e parasheh ligji dhe programet studimore. Ndërsa numri 1 i Ministrisë së Arsimit, Renata Treneska-Deskovska, thotë se vendimin do ta sjellë pasi ta inspektojë punën e këtij universiteti. Rishikimet dhe analizat e paralajmëruara për punën e universiteteve nga Ministra e re e Arsimit Renata Treneska-Deskovska nuk do të rrezikojë punën e Universitetit Nën Terezë në Shkup. Ky është vlerësimi i këshilltarit shtetëror në këtë dikaster Safet Neziri, i cili thotë se në asnjë mënyrë nuk do të vendohet në pikpyetje funksionimi i këtij universiteti pasi që i njëjti veç më punon me sukses. Neziri thotë se në bazë të rezultateve të inspektimit të universiteteve do të merren edhe hapat e mëtejshme reformuese. Nuk besoj që mund të ketë do të jetë keq apo do të ndikojë keq për universitetin Nën Terezë, sepse trajtimi do të jetë i barabartë. Domethënë nuk do të ketë trajtim të posaçëm për Universitetin Nën Terezë, por trajtimi do të jetë i barabartë për të gjitha universitetet në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi dëshmitarë se bëhet fjalë për një universitet i ri, i cili është në krijim e sipër, edhe me kuadra, edhe me studentë, edhe me programe studimore, e me të gjitha këte. Këte do ta ketë parasysh edhe Ministresha e Arsimit, edhe besoj që mendoj në këtë drejtim se nuk vihet, mendoj që nuk është në target funksionimi apo mos funksionimi, mendoj Universitetit Nën Terezë, sepse Nën Terezë vetëm ka filluar me një start të mirë dhe funksionon ashtu siç e parasheh edhe ligji edhe programat e veta studimore. Numri 1 i Ministrisë së Arsimit Deskovska gjatë pranimit të postit paralajmëroi reforma rrënjësore në arsim të lartë, duke filluar që nga java e ardhshme me inspektimin e gjendjes kuadrovike e të gjitha universiteteve dhe rishikimin e kushteve dhe programeve të tyre studimore që u afrojnë studentëve. Për Deskovska nuk ka dyshime se mbështetje financiare nga shteti në të ardhmen duhen marrë vetëm universitete që prodhojnë dhe ofrojnë programe cilësore studimore. Universiteti Dame Grueva akoma nuk ka filluar me punë dhe nuk mund t'ju them asgjë në këtë drejtim, por sa i përket Universitetit Nën Tereza në Shkup, i cili funksionon, do të duhet fillimisht të inspektojmë gjendjen, ekipimin e tij kadrovik dhe kushtet që po i ofron dhe në bazë të asaj do t'ju informoj për hapat e mëtejshme. Maqedonia është vend me rreth 2 milion njerëz dhe me një numër të madh të universiteteve të hapura. Në Maqedoni nuk ka nevojë për sasi, por për cilësinë e arsim. Për këtë arsye, reformat në arsim të lartë mbeten prioritet kryesor në programin tonë qeveritar dhe në këtë drejtim ne do të punojmë në të ardhmen. Një ndër reformat e paralajmëruara që vendi ka nevojë imediate për ta, sipas Deskovskës, është përqendrim real i mjeteve financiare në mbështetjen e programeve cilësore studimore dhe për ndryshimin e ligjit ekzistues për arsim të lartë.